Rinumrimi I votave në Tiranë ka zbuluar edhe trafikimin e fletëve të votimit brenda listës preferenciale të kandidatëve. Në listën e Partisë Demokratike Ilir Ali Mehmeti pretendonte se shumë vota të tij kishin kaluar te kandidatët e tjerë, por ajo që doli nga 85 kutitë e para ishte fakti që Ali Mehmetit I mungojnë vetëm 4 vota nga 11 maji, ndërkohë që rivalja e tij për të hyrë në listën fituese, Jorida Tabaku, ka një mungesë prej 11 votash, të cilat do t'i shtohen pas rinumrimit. Disa kandidatë si Petrit Doda, Petrit Gjorgji dhe Edith Harxhi kanë marrë padrejtisht 10 deri në 14 vota nga numëruesit në 11 maj, ndërkohë që Ilda Zhulali ka parë që janë hequr plot 13 vota në numërimin e parë të bërë. Sa I përket Partisë Socialiste, Fatmir Xhafaj ka numrin më të madh të votave që numëruesit ja kanë llogaritur padrejtisht, ndërkohë që nga 22 vota të padrejta kanë marrë Kesi Elezi dhe Sofika Lleshi. Në listën e hapur të PS, në garë deri në fund ishin Blerina Gjylameti dhe Olta Xhaçka, por rinumrimi deri tani duket se nuk e ndryshon faktin që Xhaçka vijon të mbajë mandatin e deputetes. Ish-ministra ka marrë vetëm 1 vot më shumë në proces verbal nga sa kishte në kuti, ndërsa Gjylametit I mungojnë 2 vota. Procesi I rinumrimit po zhvillohet në Pallatin e Sportit Faria Hoti. Për qarkun më të madh në vend, atë të Tiranës, do të rihapen në total 1282 kuti votimi për subjektet politike dhe kandidatët. Procesi në kryeqytet pritet të zgjasë rreth 10 ditë. Pas përfundimit të kësaj faze do të fillojë rinumrimi në qarkun e Fierit me 587 kuti e më pas në Durrës ku do të shqyrtohen 360 kuti votimi, përfshirë 85 kuti që vijnë nga diaspora.